Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Komisioni Evropian ka vlerësuar progrese të jashtëzakonshëm të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, duke rënditur vendin tonë bashkë me Malin e Zi si lider në rrugtimin e vendeve aspirante. Zyrtarët e BE-s e cilësuan si realist objektivën e antarësimit në vitin 2027, duke theksuar hapjen e 5 nga 6 grup kapitujt e negociatave. Në një konferencë për shtyp të zhvilluar në Bruksel, kryediplomatja e Bashkimit Evropian Kaja Kallas dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos kanë përgëzuar Shqipërinë për progresin e paprecedent në rrugën drejt antarësimit. Ata theksuan se vendi ynë ka arritur të hap 5 nga 6 grup kapitujt e negociatave, ndërsa i fundit pritet të hapet në nëntor. Shqipëria ka bërë përparim të paprecedent dhe bashkë me Malin e Zi kryesojnë procesin e antarësimit. Shqipëria ka bërë përparim të paprecedent, ka hapur 5 nga 6 grup kapitujt, ndërsa i mbeturi mund të hapet këtë nëntor. Ky rezultat i jashtëzakonshëm është një shenjë e qartë e angazhimit të fuqishëm politik të Shqipërisë dhe aspiratës europiane të shoqërisë së këtij vendi, ku 91% e qytetarëve mbështesin antarësimin. Raporti i progresit për vitin 2025 evidenton se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka sjellë rezultate të prekshme, kryesisht përmes veprimtarisë së prokurisë së posaçme SPAK. Korrupsioni mbeti i përhapur në sektorët vulnerabël, i duke i prekur si sferë politike ashtu edhe ato private. Kornisa institucionale për parandalimin e korrupsionit vazhdoi të ketë një ndikim të kufizuar dhe koordinimit në zbatimin e ligjit mbeti i dobët. Mangësitë në lidhje me transparencën dhe efikasitetin e kontrolleve të deklarimit të pasurive ende duhen adresuar. Kapaciteti dhe efektiviteti i strukturës së specializuar kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për të shkatruar grupet e krimit të organizuar u rrit dhe përdorimi i hetimeve financiare u përmirësua, thuhet në raport. Në fushën zgjedhore, OSBE-ODIHR vlerësoi se zgjedhjet parlamentare të 11 majit ishin konkurruese dhe profesionale, por raporti raportoi disa mangësi, përfshirë përdorimin e burimeve publike dhe mungesën e një fushë loje të barabartë. Përfundimet paraprake të misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-ODIHR-it vunë re se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por identifikuan disa mangësi, duke përfshirë mungesën e një fushë loje të barabartë dhe abuzime të burimeve politike. Reforma e pjesëme zgjedhore ndryshoi kodin zgjedhor, por nuk arriti të adresojë një numër rekomandimesh të hershme nga OSBE-ODIHR dhe Komisioni Venecias. Sa i përket lirisë së medias dhe shprehjes, Komisioni Evropian theksoi se situata mbetet e pandryshuar, pavarësisht se pluralizmi i mediave vazhdon të ndëshkohet nga ndikimet politike dhe interesat e biznesit, duke kufizuar shpesh raportime objektesh dhe debate politike. Një ditë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, kryeministri i vendit Edi Rama ka kërkuar lirimin e tij nga qelia duke cilësuar disproporcionale masën e sigurisë arrest me burg. Rama kërkon që bashkia më e madhe në vend të mos mbetet të jetime, ndërsa thekson se vendimi i kushtetues është tregues i pavarësisë së drejtësisë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për vendimin e gjykatës kushtetuese që pranoi kërkesën e Erion Veliajt, duke cilësuar këtë një vendim parimor që hap rrugën për lirimin e tij nga paraburgimi. Në një reagim publik, Rama tha se situata aktuale është e padrejtë, jo vetëm për kryebashkiakun e zgjedhur, por edhe për qytetarët e Tiranës, që kanë të drejtën kushtetuese të drejtohen nga përfaqësuesi i tyre legjitim. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në vitin 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni i mbajtjes së tij në qeli nuk është thjesht një dëm të lirive të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet. Kreu i qeverisë shtoi se vendimi kushtetues duhet të ndikojë në rivlerësimin e masës së sigurisë ndaj Veliajt, në mënyrë që ai të ndjek procesin gjyqësor në liri. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim kundër qeverisë, por një vendim të drejtë e parimor, nuk ka se si të presë që të njëjtën parimësi kur të gjykohet paraburgimi i tij, të vendoset që Erion Veliaj të vazhdojë procesin në gjendje të lirë. Sipas kryeministrit, vendimi i gjykatës kushtetuese është një provë e qartë se drejtësia në vend është e pavarur dhe se politika ka hequr dorë nga ndikimi në sistemin gjyqësor. Ai e cilësoi këtë një moment të rëndësishëm për forcimin e ndarjes së pushteteve dhe për besimin e publikut te drejtësia. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas publikimit të progres raportit të Komisionit Evropian për vitin 2025, duke deklaruar se Shqipëria nuk plotëson asnjë nga kriteret për antarësimin në Bashkimin Evropian, përveç atij gjeostrategjik. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha komentoi dhe vendimin e gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë Erion Veliaj, ndërsa akuzoi sërish kryeministrin Edi Rama për aferën e tunelit të Llogaras dhe paralajmëroi një valë të re protestash.
Sali Berisha vjon me tone të forta akuzat kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Në një konferencë për shtyp, lideri i opozitës reagoi ndaj raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, duke thënë se përtej vlerësimeve për disa reforma, vendi nuk ka përmbushur asnjë nga kriteret e nevojshme për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Përveç kriterit gjeostrategjik, Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Kreu i opozitës ndaloi edhe te vendimi i gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Edi Rama thot ta nxjerrin nga burgu, po edhe dëgjuat ju. Ai kishte caktuar atij regjimin e serial killerit. Në qeli, thot Erion Veliaj, u trajtova në regjimin e vrasit serial. Tani unë nuk duhet hy në enigma, po këtu tek ju kam deklaruar, ju kam informuar publikun dhe ju, se rreth 2 ose 3 javë më parë, në ora 11 të natës, Erion Veliaj e la qelin, dhe kjo është 100% e sigurt. Variantet se ku shkojnë janë të ndryshme. Për asnjërin prej tyre nuk mund të them se cili është. Ndaj dhe citimi i tyre është i pavlerë. Ishte në Surrel, ishte këtu, ishte nuk e di se ku ishte. Them hapta se po ta dija them. Po atë që di 100%, di që e la qelin dhe nuk shkojnë në spital. Këto të dyja i di. Për tjerat nuk mund të them. Në vim të deklaratave të tij, Berisha riktheu akuzat për ndërtimin e tunelit të Llogaras, të cilën e cilësoi një aferë të drejtpërdrejtë korruptive të Edi Ramës. Tuneli Llogaras është kryekput një aktet madhore korruptive direkt të Edi Ramës. Lubi Balluku është thjesht masha e tij për realizimin e kësaj afere që ju ka kushtuar qytetarëve shqiptar, jo 50, por 90 milion euro më shumë se sa që ishte parashikuar. Ne do organizojmë protesta dhe shumë të fuqishme dhe hajduti më i madh i shqiptarëve nuk do ndahet kurrë, qytetarët do ndahen kurrë gjersa të japin vendin që meriton. Fillon dimri, historia e dimrit me Edi Ramën. Do të ketë një dimër të fortë, edhe ne do ja bëjmë edhe më të fortë. Berisha komentoi gjithashtu edhe kontratën prej 1.4 milion euro me strategun amerikan të fushatës Chris Lasivita, duke theksuar se Partia Demokratike ka raportuar të gjitha shpenzimet sipas ligjit. A ka shaka më të madhe se jo? Mirë ata që mund të kenë raportuar kështu, po ju duhet të qeshni nga kjo. Do shkojmë, do ngarkojmë një njeri, bashkë me ju të shkoni. Unë të garantoj që pa të paktën 5 milion lubia në firë nuk është nda. Vetëm lubia. Por ka i gjë, ne raportojmë shifrat vërteta, ata mashtrojnë, se i kanë të tyre. Ka gjë më të turpshme se kjo. Në fund fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike nderoi me 1 minutë heshtje ndarjen nga jeta të ish zëvendës presidentit amerikan Dick Cheney, duke e cilësuar një mik të madh të shqiptarëve dhe mbështetës të vendosur të pavarësisë së Kosovës. Qeveria ka miratuar projekt buxhetin e vitit 2024 që parashikon një reformë të gjerë në sistemin e pensioneve me rritje mujore për të gjitha kategoritë përveç indeksimit vjetor. Kryeministri Edi Rama tha se kjo është një politikë afatgjatë që do të zgjasë deri në vitin 2029 me synimin për të dyfishuar e më pas 4-fishuar pensionet aktuale. Nga janari i vitit 2026, të gjithë pensionistët do të përfitojnë në rritje mujore të pensioneve të tyre, përveç indeksimit që bëhet çdo vit. Lajmin e dha kryeministri Edi Rama, i cili bëri me dije se skema e re e rritjes graduale është përfshirë në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, tashmë të miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe në pritje të diskutimeve në parlament. Në një deklaratë publike, kreu i qeverisë sqaroi se rritja do të jetë diferencuar sipas kategorive, duke përfshirë pensione urbane, rurale, familjare dhe ato të invaliditetit. Pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot.
Kryeministri theksoi se kjo është vetëm faza e parë e rritjes, pasi skema do të zbatojë me të njëjtën logjikë edhe gjatë viteve në vijim, duke garantuar një rritje të qëndrueshme të ardhurave për pensionistët shqiptar. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategori në 2027, do të trefishohen në 2028, do të katërfishohen në 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, ku shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Përveç rritjes së përmuajshme, pensionet do të përfitojnë edhe këtë dhjetor bonusin e fundvitit, një politikë që tashmë është kthyer në traditë. Sipas vendimit të qeverisë, shpërblimi do të jetë i ndarë në 2 kategori. Ata që marrin pension deri në 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë, ndërsa ata me person mbi këtë nivel do të marrin 10.000 lekë. Prokuroria e Tiranës shpalli 8 masa sigurie ndaj personave dhe zyrtarëve të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në kuadër të hetimeve për falsifikim dokumentash dhe fshehje të ardhurave me vlerë mbi 700.000 euro për të përfituar fonde rimbursimi. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ka dhënë 8 masa sigurie ndaj disa personave dhe zyrtarëve të FSDK-s, si pjesë e hetimeve për vepra penale, falsifikimi dokumenteve dhe fshehje të ardhurave. Hetimet zbuluan se administratori i subjektit CFO Pharma ka përdorur 2 kompani të tjera, Pharma Plus dhe Nedix Albania, për të krijuar fatura dhe inventar fiktiv. Qëllimi është përfitimi financiar ndërmjet skemave të rimbursimit të barnave nga FSDK-sha, duke i kaluar këto fonde në mënyrë të palishme. Hetimet nisën pas kallëzimit të shtetas iniciale ish administratori subjektit medikamenta importues ekskluziv farmaceutik i licencuar dhe kontraktuar me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Ai raportoi se është në dieni të veprimeve të palishme që përfshin shfaqje fiktive të shitjeve dhe blerjeve të barnave Foster dhe Trimbov në bashkëpunim me punës publik të fondit. Sipas prokurorisë, këto veprime fiktive kanë çuar në përfitimet pa justifikuara financiare dhe subjekte të përfshira dhe kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në buxhetin e fondit. Hetimet vijojnë për identifikimin e plot të gjithë personave të përfshirë, kapjen e përgjegjësve dhe sigurimin e provave që do të lejojnë ndjekjen penale të tyre. Ky rast nxjerr në parë rëndësinë e kontrollit dhe transparencës në skemën e rimbursimit të barnave dhe angazhimin e prokurorisë për të goditur korrupsionin dhe mashtrimet në sektorin e kujdesit shëndetësor. Policia e Durrësit finalizoi operacionin e gëduar Blindi duke arrestuar 2 të rinj të moshës 28 dhe 29 vjeç, të cilët dyshohet për armbajtje pa leje dhe moskallëzim të krimit. Gjatë kontrollit u sekuestruan armë, automjet i blinduar, para dhe dokumente të dyshuara të falsifikuara. Një operacion i gëduar Blindi zhvilluar nga policia e Durrësit përfundoi në arrestimin e 2 shtetasve të moshës 28 dhe 29 vjeç, të 2 banues në Durrës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, të rinjt me inicialet ED dhe EB u vunën vëzhgim pas marrjes së një informacioni të besueshëm në rrugë operative që tregon se ata qarkullonin të armatosur dhe përdornin një automjet blinduar. Gjatë kontrollit të automjetit, uniformat blu sekuestrua një armë zjarri, pistolet me krër dhe fishek, një shumë parash, një targ të dyshuar të falsifikuar e dhojtë rus, si dhe 3 telefona celular. Automjeti u sekuestruar gjithashtu si provë materiale, duke forcuar dyshimet për përfshirjen e tyre në aktivitete të dyshimta kriminale. Pas përfundimit të veprimeve hetimore ndaj ED, u komunikua arresti në flagrancë për veprën penale armbajtje pa leje, ndërsa EB u ndalua për moskallëzim krimi. Ky veprim është kryer në përputhje me ligjin dhe masa procedurale të policisë për garantimin e sigurisë publike. Burimet nga policia bëjnë me dije se hetimet janë ende në vazhdim, ndërsa dosja është drejtuar pranë prokurorisë për të hetuar më tej aktivitetin e 2 të rinjve për të identifikuar të gjitha lidhjet e mundshme kriminale. Autoritetet theksojnë se veprimet e deri tanishme kanë shërbyer për parandalimin e rreziqeve të mundshme për qytetarët dhe për të goditur aktivitetin kriminal që përdornin armë dhe mjete të blinduara. Ky rast vjen në një kohë kur policia e Durrësit ka intensifikuar kontrollet në qytet, duke ndjekur informacione operative dhe duke goditur grupe të ndryshme kriminale që veprojnë me armë dhe mjete të modifikuara, duke siguruar që komuniteti të mbetet i sigurt. Agjencia e mbikëqyrjes policore ekzekutoi masa sigurie për një efektiv policie dhe 3 punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Shkodër të dyshuar për favorizim të ndërtimeve pa leje. Agjencia e mbikëqyrjes policore në rajonin Shkodër-Lezhë ka ekzekutuar masat e sigurisë për një punonjës policie dhe 3 punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, të gjithë të punësuar në bashkinë e Vau-Tudejas pas të dyshimeve për kryerjen e veprës penale shpërdorim të tyre. Gjykata e Shkodrës ka vendosur masën e sigurimit detyrim paraqitje për 4 të dyshuar, ndërkohë që hetimet e AMP-s po vijojnë me qëllim zbardhjen e plotë ngjarjes dhe identifikimin e çdo personi tjetër të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Sipas njoftimit zyrtar, punonjësi i policisë dhe 3 inspektorë të IMT-s dyshohet se kanë favorizuar
përfunduar ndërtimet pa leje, të cilat po kryeshin nga disa individ në mënyrë të jashtëligjshme. Ky veprim përbën shkelje të detyrës dhe rrezikon të minojë procesin e kontrollit të ndërtimeve në rajon. Autoritetet e agjencisë mbikëqyrjes policore po vazhdojnë hetimet intensive për të identifikuar të gjithë aktorët e përfshirë dhe për të marrë masat ligjore të nevojshme, duke theksuar se qëllimi është parandalimi i korrupsionit dhe mbrojtja e ligjit në sektorin e urbanistikës dhe mbrojtjes së territorit. Ky rast vjen ndërkohë që institucionet shtetërore kanë intensifikuar kontrollet për ndërtimet pa leje në të gjithë vendin, duke ndjekur çdo informacion për përfshirjen e zyrtarëve dhe për të garantuar respektimin e ligjit dhe mbrojtjen e pronës publike dhe private. Policia e Tiranës arrestoi një person dhe procedoi 4 të tjerë për shantazh dhe kanosje ndaj 29-vjeçari dhe familjes së tij në lidhje me një borxh prej 20.000 eurosh. Policia ka vënë pranga një nga autorët, 4 të tjerë janë proceduar penalisht, ndërsa një person është shpallur në kërkim. Në kuadër të operacionit policor të këtuar pretendimi, uniformat blu të Tiranës kanë ndërmarrë veprime për të goditur një rast të rënd shantazhi dhe kërcënimi. Një 29-vjeçar dhe familja e tij janë përballur me presion të dhunshëm nga 6 shtetas, 2 prej të cilëve vëllezër që kërkonin pagesën e një borxhi prej 20.000 eurosh. Pas veprimeve hetimore, policia ka vënë pranga një nga autorët, 4 të tjerët janë proceduar penalisht, ndërsa një person është shpallur në kërkim. Hetimet tregojnë se të gjithë 6 personat në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë përdorur kërcënime dhe shantazh përmes thirrjeve telefonike ndaj 29-vjeçarit dhe familjarëve të tij, duke ushtruar presion për dhënien e shumës së pretenduar. Policia njofton se gjatë operacionit është sekuestruar një automjet që dyshohet se është përdorur gjatë veprimeve kriminale. Materialet procedurale i kanë kaluar në Prokurorinë e Tiranës për veprimet mëtejshme, për veprën penale, shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë kryer në bashkëpunim. Uniformat blu theksuan se hetimet vijojnë me qëllim kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të këtij rasti si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për parandalimin e krimit dhe mbrojtjen e qytetarëve nga presioni dhe dhuna. Eci me të tjera informacione, vendimi i vetëvendosjes për të propozuar Klau Konjufckën si mandatar për formimin e qeverisë së re në Kosovë shihet nga analistët si një lëvizje më shumë politike se sa institucionale. Sipas tyre, kjo është një përpjekje për të fituar kohë dhe për të shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, duke shfrytzuar periudhën e fundvitit kur në vend kthehet diaspora, një bazë e rëndësishme elektorale për vetëvendosjen. Emërimi i Klau Konjufckës i mandatuar për kryeministër pas dështimit të Albin Kurtit për të siguruar shumicën parlamentare ka shkaktuar debat të gjerë politik në Prishtinë. Lëvizja vetëvendosje e prezantoi këtë vendim si përpjekje për të dalë nga gërçi institucional, por kundërshtarët politikë cilësojnë si një manovër për të vonuar shpërndarjen e kuvendit dhe për të afruar zgjedhjet me periudhën festive të fundvitit. Sipas ekspertëve kushtetues, propozimi i Konjufckës nuk ka bazë ligjore pasi mandati për formimin e qeverisë i takon vetëm presidentes së dhe jo një partie politike. Në këtë rast, vetëvendosja nuk ka legjitimitet për të mandatuar kryeministër të ri. Ky është një veprim më shumë politik se sa kushtetues, shprehen analistët. Nga ana tjetër, situata në kuvend mbetet e pandryshuar. Vetëvendosja mori vetëm 56 vota nga votimi për Albin Kurti, ndërkohë që për krijimin e qeverisë duhen të paktën 61 vota. Partitë e tjera parlamentare, përfshirë Lidhjen Demokratike të Kosovës, kanë përsëritur qëndrimin se nuk do të mbështesin asnjë qeveri të re të udhëhequr nga vetëvendosja. LDK-ja kërkon që vendi të shkojë menjëherë në zgjedhje të reja, duke konsideruar çdo përpjekje tjetër si vonesë të panevojshme. Vetë Albin Kurti, sipas vëzhguesve politik, është i vetëdijshëm se shanset për formimin e qeverisë janë minimale, por lëvizja me emrin e Konjufckës interpretohet si pjesë e një strategji elektorale për të afruar zgjedhjet në një periudhë më të favorshme për vetëvendosjen. Festa e fundvitit sjell në Kosovë një numër të madh shqiptarësh të diasporës, një grup që tradicionalisht ka qenë mbështetës i fortë partisë së Kurtit. Kështu emërimi i Klau Konjufckës, ndonse formalisht i paraqitur si hap për zhbllokimin e krizës politike, shihet më shumë si një lëvizje e kalkuluar politikisht, që synon të shfrytëzojë çdo ditë shtesë për të përmirësuar pozicionin elektoral të vetëvendosjes në prag të zgjedhjeve të pashmangshme. Misioni i NATO-s në Kosovë ka njoftuar se po monitoron me kujdes situatën pas raportimeve se një shtetas serb i Kosovës është plagosur dhe rrëmbyer nga forcat serbe brenda territorit të Kosovës. Ndërkohë që policia e Kosovës ka nisur hetimet, autoritetet në Prishtinë kanë cilësuar incidentin si shkelje të integritetit territorial dhe akt provokues nga Serbia.
For ka deklaruar se aktualisht situata në vijën kufitare administrative ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e qetë, megjithatë po mbajnë në monitorim të vazhdueshëm pas incidentit të ndodhur në zonën e Leposavicit. Sipas përgjigjes së misionit të NATO-s për Radion Europa e Lirë, policia e Kosovës ka filluar hetime dhe po vepron në koordinimin e ngushtë me KFOR-in, përfshirë monitorimin me anën kosovare të kufirit. Ngjarja ndodhi një ditë më parë ku autoritetet kosovare akuzuan Serbinë për cënim të integritetit territorial, pasi dyshohet se një shtetasi si Kosovës me inicialet MV i komunitetit serb është plagosur dhe rrëmbyer nga Zhandarmëria serbe brenda territorit të Kosovës. Hetimet e para tregojnë se incidenti ka ndodhur në afërsi të asaj që njihet si pika 0 në zonën kufitare të Leposavicit në veri të vendit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani reagoi ashpër ndaj ngjarjes duke i bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare të ndalë veprimet agresive të Serbisë. Kjo është edhe një dëshmi shtesë i qasjes hegemoniste të regjimit të Vučićit, ku çdo qytetar që guxon të flasë të vërtetën sulmohet dhe torturohet në mënyrën më barbare të mundshme, deklaroi ajo. Edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zveçla e konsideroi incidentin si pjesë të politikës së friksimit që e ndjek Beogradi ndaj qytetarëve të Kosovës, duke theksuar se ky është një akt i rëndë që përmban shkelje të sovranitetit dhe kufive shtetëror të vendit. Ai shtoi se institucionet e sigurisë janë të angazhuara për të garantuar qetësinë dhe sigurinë në veri në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar. Ecim me zhvillimet nga bota. Në Bruksel po zhvillohet një samit historik që për të parën herë bashkon udhëheqësit e Bashkimit Evropian me lider të Ukrainës dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Takimi i transmetuar drejt për drejt po cilësohet si një moment i ri në procesin e zgjerimit evropian, të cilën presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka quajtur ribashkim i Europës. Një samit i përshkruar si historik nga media ndërkombëtare po mbahet sot në Bruksel, duke sjellë në një tryezë të përbashkët të udhëheqësit më të lartë të Bashkimit Evropian si dhe liderët e Ukrainës dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky është eventi i parë i këtij lloji që transmetohet drejt për drejt në televizion dhe që synon të zhvillojë biseda të hapura dhe inovative mbi të ardhmen e zgjerimit të BE-s, raportojnë Euronews. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ishte ndër të parët që konfirmoi pjesëmarrjen në takim, i cili shënon një përpjekje të re për t'i dhënë zë vendeve kandidate në procesin e integrimit. Samiti po zhvillohet në një moment ku presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka nisur një fushat për të ringjallur procesin e zgjerimit, të cilin ajo ka quajtur ribashkimi i Europës, duke e parë si një detyrë historike për stabilitetin dhe sigurinë e kontinentit. Ky forum unik do të ofrojë për herë të parë një platformë ku liderët e vendeve kandidate do të ndajnë perspektivat e tyre mbi procesin e zgjerimit, nga vendosmëria e Ukrainës dhe Moldavisë, që po përballon me pasojat e luftës, tepritja shumëvjeçare e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të bërë pjesë e familjes evropiane. Secili udhëheqës pritet të sjellë vizionin e tyre mbi mënyrën se si zgjerimi shihet nga këndvështrimi kombëtar dhe çfarë përfitime është do të sjellë në planin politik e ekonomik. Në një draft të raportit të progresit të BE-s për vitin 2024, të siguruar nga Radio Europa e Lirë, theksojnë se procesi i zgjerimit po ecën me ritmin më të shpejtë të 15 viteve të fundit, që nga fillimi i vitit 2024 janë zhvilluar 11 konferenca ndërqeveritare, 5 për të cilave me Shqipërinë, e cila cilësohet si një nga vendet me progresin më të ndjeshëm në reformat institucionale dhe ekonomike. Pas pushtimit rus në Ukrainë dhe ndryshimeve të shpejta gjeopolitike, Brukseli ka injektuar një vrull të ri në diskutimet për zgjerim, duke e parë procesin si çelës për forcimin e sigurisë në stabilitetin ekonomik dhe vlerave demokratike në Europë. Kjo frymë re politike dhe diplomatike pritet të shënojë një pikëthes për marrëdhëniet mes BE-s dhe vendeve që aspirojnë të bashkohen asaj. Të nderuar televizionistë, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 5 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellë dhe vranësirat e lehta kalimtare në disa zona malore dhe jugore. Paraditja do të karakterizohet nga kthjellime të shkurtra, ndërsa në orët e pasdites do të ketë alternime me vranësira në shumë zona të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, nga 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3.
Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 5 nëntor do të jetë në orën 6:10 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 20 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mot pjesërisht të vranët në të gjitha zonat. Në orët e paradites pritet mjegull lokale në disa zona të ulësirave, ndërsa pasdite moti do të jetë me intervale të pjeshme me diell dhe pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 5 nëntor do të jetë në orën 6:07 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 12 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kaçani, 5 deri në 11 gradë Celsius. Suhare, 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 11 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë me ju takofshim në edicionin e ardhshëm.